Një grup nxënësish nga Gjimnazi i Gosivarit si dhe Gjimnazi Zeflush Marku në Shkup, përmes një performance koreografike, protestuan përpara qeverisë për nivelin e lartë të ndotjes së ajrit, me slogane në duar "Nuk mund të frymojmë, ndotja është e barabartë me vdekje". Ata kërkuan nga institucionet që të ndërmarrin masa të cilat do të ndikojnë shpejt në pastrimin e ajrit. Ndër kërkesat e shumta, ata shprehen edhe nevojën e ekzistimit të rrugëve të posaçme për qarkullim me biçikleta. Neve me anë të vallëzimit do të thotë përcjellim një mesazh shumë të rëndësishëm i cili shpreh do të thotë revoltën që e kemi në lidhje me ajrin e papastër, secili prej neve meriton që të jetojmë në një ambient sa më të mirë. Ne jemi të shqetësuar për pasojat të cilat i shkakton ajri i ndotur dhe ata janë vdekje dhe sëmundje të rënda serioze. Ne nuk guxojmë dhe nuk duam ta pranojmë këtë gjendje. Të gjithë ne kemi të drejtën për ajër të pastër, ai është i patjetërstueshëm për shëndetin tonë. Ne si nxënës shumë mirë e kuptojmë mesazhin se të gjithë thithim ajër të njëjtë dhe këtë mesazh i drejtojmë të gjithë institucioneve përgjegjëse. Protestës ju bashkangjit edhe ambasada e parë e fëmijëve në botë Megjashi. Ajo kërkoi nga qeveria shkarkimin e drejtuesve të Ministrisë së Ambientit Jetësor, e cila sipas tyre nuk është në gjendje të përballet me problemin e ndotjes. Disa shoqata vendosëm që të drejtohemi deri te Komiteti i të Drejtave të Fëmijëve në Gjenevë dhe kërkuam masa të cilat kjo qeveri duhet t'i zbatojë. Në të kundërtën do duhet që të iniciojmë padi. Secili i dyti fëmijë vuar nga probleme respiratore ka vështirësi gjatë frymëmarrjes. Të mos detyrohemi të shpallim Maqedoninë si vend në të cilin ka ekocid dhe si vend ku ndodh persekutimi i qytetarëve për shkak të ajrit të ndotur. Kërkojmë përgjegjësinë nga Ministri i Ambientit si dhe zëvendës ministrit. Konsiderojmë se ka ardhur koha që kryeministri të bëjë rikonstruimin e kësaj ministrie dhe të vendos kuadër profesional. Javë më parë, qeveria prezantoi planin për pastrimin e ajrit të ndotur, i cili parashes zbatimin e një sër masash afatgjate, të cilat pritet të sjellin rezultate në afat kohor prej 2 vitesh, por sektori civil me kritika të ashpra ndaj planit qeveritar, duke kërkuar që institucionet të ndërmarrin masa urgjente deri në zbatimin e tërësishëm të masave afatgjate.